Zoti Karanja, ndërsa presim dosjen e Ballukut, një ditë më parë u mbajt seanca e parë e gjyqit për kryebashkiakun Erjon Veliaj, një vit pas arrestimit të tij. Në këtë një vit pritje, çfarë mund të themi? Kemi një vendim gjykatës kushtetuese që thotë që shkarkimi i tij është i palishëm. Kemi një shkelje procedurale sepse kryetari i bashkisë nuk po e ushtron funksionin e tij, duhet të zbatohej vendimi i gjykatës kushtetuese. Vendimi i gjykatës kushtetuese nuk është zbatuar. Duhet të ishte ndryshuar rregullore burgjeve për raste të tilla, që të krijojë mundësia, pavarësisht në gjendje të paraburgosur, kryeministri të kishte mundësi të shprehte vullnetin, kryetari i bashkisë, kryetari i bashkisë të ushtronte kompetencën e tij. Mendoj që kjo do provojë nesër në gjykatat evropiane të drejtave të njeriut një shkelje të drejtave të tij. Në fund me këtë shkelje e drejtës punës, shkeljen e ligjit për pavarësinë e pushtetit vendor, pra janë shumë nesër të përballin në gjykatat ndërkombëtare. Mendoj që këtë fazë duhet ishte mbarë masat që të ishte zbatuar vendimi i gjykatës kushtetuese.